10 qershori është një ditë historike për mbar shqiptarinë. Çlirimi i Dardanis. Vizita historike e presidentit amerikan George Bush në vitin 2007, i cili deklaroi se ka ardhur koha që Kosova të jetë një shtet i pavarur. Isha aty në sallë, jemi ngritur sikur në stadium që bëhet gol. Por atë ditë në gazetën Ballkan, faleminderit kryedaktorit Zamir Alushi, i cili ka botuar një analistë imen të refuzuar dhe mjaft të redaktuar, Acari i padëshirueshëm rus. Në fakt unë e kisha vënë titullin Rizimi i frikshëm i Ariut Polar. Fatkeqësisht nuk e kam gazetën origjinale, mund ta vërtetoni në bibliotekën kombëtare. Të gjitha çfarë kam thënë, fatkeqësisht kanë dalë. Gëzuar këtë ditë historike të çlirimit të krahut tjetër të Shqiponjës, kemi akoma shumë punë edhe rrugë për të bërë. Gjithë të mirat.